Atëherë, edhe sot pra ishte vazhdimi i radhës së seancës konstituive, e cila fatkeqësisht përsëri pra nuk prodhoi rezultat si pasojë e bllokadës që po vazhdojnë pra ta bëjnë partitë opozitare. Ne, si subjekt fitues, jemi munduar që prej seancës parë që të ofrojmë alternativa, mundësi, zgjidhje kreative, pra qoftë përmes obligimit, fillimisht duke përmbushur obligimin kushtetues që të propozojmë kandidatën për kryetare, pra si fitues të zgjedhjeve, që na takon e drejtë me kushtetut, kur e kemi pa që ka probleme dhe ka mungesë të konsenzusit nga partitë tjera, kemi ofruar mundësi që të diskutojmë edhe në kryetarët në pako, pra diskutimi të bëhet, që të ketë një dakordim për gjithë, në mënyrë që të ecet tutje me zhbllokim të situatës dhe konstituimit të kuvendit. Nuk kanë pranuar, kanë refuzuar, kanë thënë që e drejta e tyre për të nominu kandidatët për nënkryetar është e pakontestueshme dhe ata nuk e pyesin askënd se kë e caktojnë nënkryetar, ndërkaq të njëjtën të drejtë pra mundohen që t'ja mohojnë fituesit në këtë rast, duke insistuar që të ndryshohet kandidati. Kemi ofruar edhe mundësinë e zgjidhjes së situatës pra përmes votimit të fshehtë. E pat dje, pra në Bundestagun Gjerman, kancelari i ri, Friedrich Merz, ishte u zgjodh pra përmes votimit të fshehtë. Kemi situatën kur edhe në Kosovë, pra pozita e presidentit zgjedhet me votim të fshehtë, kemi rastin në asamblet komunale, kur kryesuesi i asamblesë komunale zgjedhet në votim të fshehtë, pra nuk është temë tabu votimi i fshehtë, e për më tepër edhe është e lejuar dhe parashihet me kushtetut dhe me rregulloren e punës së kuvendit, siç është cekur edhe në paragrafin 128 të interpretimit të gjykatës kushtetuese, pra të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku thuhet që konstituimi i kuvendit është detyrë e të gjithë deputetëve të kuvendit Kosovës dhe ata duhet të votojnë për, kundër ose abstenojnë në mënyrë të hapur apo në mënyrë të fshehtë. Pra ky është citati që e ka thënë vetë gjykata kushtetuese. Pra, po pajtohemi që nuk është rregulli që të votohet në mënyrë të fshehtë çdo herë për kryesinë e kuvendit, por po besoj pajtoheni që është edhe situatë përjashtuese, pra nuk është e rregullt që të mbahen 12 seanca dhe të mos ketë apo 12 vazhdime të seancave dhe të mos ketë vendimarrje për këtë çështje. Prandaj jemi detyruar dhe kemi ardhur me një propozim të tillë me idenë që të ofrojmë zgjidhje. Në kuadër të ofrimit të zgjidhjeve kemi pasur edhe ftesa të ndryshme për subjektet politike, qoftë për dakordim pra për koalicionin konstituiv të kuvendit, ashtu siç e kërkon kushtetuta, apo ku 3 partitë më të mëdha që kanë dalur nga zgjedhjet duhet të dakordohen për kryesinë e kuvendit, pra për kryetarin dhe 3 nënkryetarët, e kjo do të siguronte më shumë se 61 vota për gjitha këto pozita, pra sepse asnjëra parti veçanërisht nuk i ka 61 vota për konstituim të kuvendit, kemi pa që kanë refuzuar. Pra refuzojnë ftesat, refuzojnë bashkëpunimin, refuzojnë zgjidhjet me votim të fshehtë dhe në anën tjetër dalin e akuzojnë partinë fituese që po bllokon konstituimin e kuvendit. Kjo pra nuk mund quhet asgjë tjetër pas hipokrizi. Besoj që qytetarët të gjithë po e shohin se kjo bllokadë që po bëhet ka adresë të caktuar dhe po bëhet pikërisht nga partitë opozitare. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë t'i ftoj pra që të reflektojnë dhe së paku të jipet mundësia votimit të fshehtë, sepse kemi pa që votimi i fshehtë është edhe mënyrë demokratike për shprehur vullnetin e vetë deputetëve në mënyrë të lirë, pra pa pasur presion nga partitë e tyre, dhe në anën tjetër do të mund të jepte një zgjidhje. Pra, deri më tani kemi pa që as nuk është vënë në testim votimi i fshehtë. Do të thonë tash ku ka mbetë situata, se po është shpeshherë që po referohet që dështoj edhe kësaj radhe votimi i kryetares. Në fakt është e pasakt, sepse për 4 herë të fundit kemi dështimin e kuorumit për të votuar komisionin zgjedhor pra për votim të fshehtë për pozitën e kryetares. 2 seancat e para kanë qenë, siç e dini, pra kanë shkuar dhe janë vonu, apo 2 vazhdimet e para të seancës kanë qenë për të votuar raportin për verifikim të mandateve, i cili fatmirësisht pas seancës së dytë u votua, e besoj këtu kemi të bëjmë më tepër edhe me presionin apo interesat e ngushta edhe të vetë deputetëve, sepse kur ishte puna për të dhënë betimin dhe për të verifikuar mandatin në mënyrë që të filloj të rrjedh paga e deputetit, shumë lehtë ishte që të binden dhe të bëhen gjithë bashkë dhe të votojnë. Kurse tani që kanë dhënë betimin dhe ka filluar paga të rrjedh, shohim që nuk u bëhet vonë që të mblidhen sa e sa herë dhe të mos ketë rezultat, pra të mos i jepet vendit kuvendi, pra konstituimi i kuvendit ashtu siç e ka prodhuar edhe rezultati zgjedhor. Si e marrët refuzimin
e Ligës Demokratike që va bëri dje, edhe si shihni propozimin për një qeveri të tranzicionit, edhe a do të bëhesh pjesë e saj në rast se bie Krahani Berisha. Tash, sa i përket përgjigjes së tyre, unë besoj që përgjigja realisht u dha një ditë më herët. Përgjigja u dha nga një zëdhënës jo zyrtar i një grupi të caktuar ekonomik, ndërkaq një ditë më pas e pam që u zyrtarizua nga kryesia, apo ajo që quhet tani kryesia e LDK-s. Domethënë, vendimarrja në këtë rast, e këtë duhet ta dinë edhe votuesit e LDK-s, është vendosur nga kryesia e LDK-s dhe nga organet është vendosur tjetër kur. Kryesia tani e LDK-s me sa duket është bërë vetëm një organ i cili miraton zyrtarisht fjalët jo zyrtare të palëve të tjera. Pra, përgjigja e tillë neve na befasoi me qenë se përputhej plotësisht me atë çfarë ishte shkruar apo ishte thënë një ditë më parë nga zëdhënës jo zyrtar të grupeve të caktuara ekonomike. Ndërkaq sa i përket qeverisë tranzicionale, siç u quajt, besoj gjithë e dini dhe pajtoheni që në raste kur ka luftë civile, kur vendi del nga lufta dhe nuk ka institucione, pra në raste të tilla kur ka kriza të pa para apo kriza jo të rregullta, ku vendi mbetet pa qeveri, atëherë propozohen zgjidhje të tilla. Do të thonë, realisht propozimi për qeveri tranzicionale është të kthehemi në kohën e UNMIK-ut, pra në vitin 2000. Nuk besoj që jemi aty. Pra vendi ka pasur zgjedhje, proces zgjedhor të rregullt, me gjitha mangësitë që kanë qenë sa i përket votimit me postë, ka prodhuar një rezultat, ky është rezultati. Vendit duhet të jepet qeveri. Kjo në fakt mendoj unë e shpërfaq edhe kërkesën e vetë opozitës që kishte në fillim nëse ju kujtohet që të braktisen zyret. Pra, në rastin kur do të zbatohej kërkesa e tyre që për herë të parë në histori të vendit, qeveria të braktis zyret dhe vendit të mbetej pa qeveri, atëherë kjo po del që ka qenë plan gjatë gjithë kohës që të vihet me këtë propozim dhe thuhet që në mungesë të qeverisë na duhet të mblidhemi gjithë bashkë dhe të bëjmë një qeveri tranzicionale. Por vendi ka qeveri. Pra është një qeveri në detyrë, e cila po pret votimin e qeverisë së re për t'ia dorëzuar mandatin. Domethënë, problemin e kemi këtu me një plan që me sa duket i ka dështuar opozitës dhe tani kanë nxjerrë edhe kartën e fundit pra për na kthy në kohën e UNMIK-ut. Por po besoj qytetarët e dinë që rezultati zgjedhor i prodhuar tashmë ka caktuar kush është fituesi dhe kush duhet ta udhëhet qeverinë. Nëse nuk arrihet kjo në kuvend, ne çdo herë kemi thënë që jemi të gatshëm të shkojmë edhe një herë për rilegjitimim tek qytetari, por nuk duam që ky të jetë prej opsioneve të para, duam që ky të jetë opsioni i fundit. Ne jemi duke munduar në vazhdimsi që të gjejmë një zgjidhje, të ofrojmë zgjidhje kreative. Opsioni më i mirë tash që kemi përpara që do të konsumuar është votimi në mënyrë të fshehtë për kryetarin e kuvendit. Por duhet bëhet. Ata që po e kundërshtojnë duhet të ofrojnë një opsion tjetër, por nuk di që ka. Jo, ai nuk është opsion. Ajo nuk është opsion. Opsionet janë në kuadër të konstituimit të kuvendit. Pra çka mund të bëjmë që të kemi një kryesi bazuar në rezultatin e prodhuar nga zgjedhjet. Ne kemi ofru bashkëpunim politik, si që dini, pra kemi ofru fillimisht bashkëpunim për konstituim të kuvendit, është refuzuar. Ne ftuam LDK-n që të bashkëpunojmë kemi bashkëpunim edhe politik, pra që të zgjidhim edhe këtë problemin e jetëgjatësisë së qeverisë. Pra të kemi një qeveri stabile, një koalicion të madh, ku partia parë dhe partia tretë do të bëheshin bashkë, dhe pastaj me mundësinë që edhe të mos ketë zgjedhje kur vjen situata për zgjedhjen e presidentit, pra që të mos dështonte si proces. Megjithatë e pam që dikush si Lumir Abdixhiku, që në vazhdimsi ka thënë se nuk është interesuar për zgjidhje afatgjat shkurt, por për një qeveri stabile që çon mandatin deri në fund, ishte pikërisht ai që refuzoi këtë ftesë për një qeveri afatgjate dhe propozoi që të ketë një qeveri tranzicionale. Pra kjo në vetvete është kundërthënie, dhe normalisht që nuk është serioze. Po nuk është serioze se si jemi në situatë të tillë. Domethënë, çka po kërkohet është të kthehet situata në kohën e UNMIK-ut. S'ka UNMIK, harrale. Ka qeveri tash.
di që kanë kërkuar ata diçka. Ata na janë përgjigjur që nuk duan bashkëpunim politik me neve. Na kanë thënë me fjalë tjera, siç e tha edhe zëvendës kryeministri Agërvalla, që ata na kanë thënë ne vim veç nëse vinë edhe PDK-a me neve. Ne nuk jemi të interesuar, po besoj përgjigja është në letrën e kryeministrit Kurti që nuk jemi të interesuar të bëjmë koalicion me PDK. Pse keni kërkuar pikërisht koalicion dhe sepse s'ka mujt me ndryshuar në maditës. Do thotë një ditë po bëhet e mirë për koalicion, të nesër po bëhet e keqe. A në kupton kjo që ndryshon LDK-ja nëse vjen në koalicion me ju? Qëllimi i ftesës ka qenë pra që t'i ofrojmë qytetarëve një bashkëpunim dhe një qeveri stabile, ashtu siç ka pas deklarim nominal pra nga vetë kryesia e LDK-s. Por ne pam nga përgjigjja e tyre që është e pamundur edhe kur ofrohet bashkëpunim i tillë, që ata të marrin vendimet vetë. E këtë duhet ta di elektorati i LDK-s, pra që përkundër dëshirës dhe vullnetit të elektoratit LDK-s dhe të elektoratit tonë, pra që të ketë një bashkëpunim të tillë për dal nga ky ngërç, kryesia e LDK-s miratoi një qëndrim që ndoshta nuk përkon domosdoshmë me votuesit e tyre, me vullnetin e tyre, dhe pastaj për çështje tjera dhe propozimet e tyre mund t'i pyesni ata, por unë nuk mendoj që vendi, pra pas sa viteve që ndryshmëri institucionale të kthehet edhe një në kohën e Mikut. Kjo do të ishte skenari më ogurzi i mundshëm dhe mesazhi më i keq që mund ta çojë Kosova, Republika e Kosovës edhe tek bashkia ndërkombëtare. Si të bizës në votim të fshat të të votohet Albina Zgju për kuparlamentare. E para ka të bëjë me faktin e paradoksit që tashmë kam sqaruar. Domethënë, nëse ne pajtohemi që parti tjera duhet t'ia caktojnë njëna tjetrës kandidatët, qoftë për kryetar apo nën kryetar, atëherë futemi në një situatë pra rrugë pa kry. Sepse nëse ne detyrohemi që të drejtën tonë kushtetuese që na është dhënë nga kushtetuta, pra ta propozojmë kandidatën për kryetare, të ndryshojmë dhe të bëjmë kompromis, atëherë njëjta kërkesë do të vlente për parti tjera. Ne do duhet i kërkonim LDK-s që KDQC kandidat ta ndryshoj sepse s'na pëlqen. Ne do duhet i kërkonim PDK-s që KDQC kandidat ta ndryshoj sepse s'na pëlqen, dhe kësaj do të futeshim në një cikël tjetër bllokadash. E ne nuk jemi të interesuar. Për këtë ne kemi kërkuar pra që të bëhemi bashkë tri partitë më të mëdha dhe të dakordohemi për të gjithë emrat që pastaj në seancë mund të vendosen me radhë dhe të votohen. Pra kjo ka qenë. Kurse sa i përket votimit të fshehtë, ne nuk është se jemi të bindur, ne kemi ofruar si mundësi, le ta testojmë, le ta shohim, pra cila është arsyeja pse të mos e provojmë një mundësi kushtetuese. Cila është arsyeja që të mos e provojmë një mundësi kushtetuese që jep rrugëzgjidhje këtij ngërçi në cilin jemi futur. Pra nëse jemi në situatën ku duhet të ofrohet zgjidhje, kjo është njëra prej zgjidhjeve, le ta testojmë, le të konsumohet si proces. Nëse dështon, tek pastaj mund të flasim për opsione të tjera. Por përderisa e kemi një zgjidhje, dhe është e vetmja zgjidhje propozuar aktualisht për dalë nga ngërçi, pse të mos testohet? Sepse ne për dallim prej subjektive tjera, pra bazohemi edhe në vullnetin e elektoratit tonë. Pra ne bazohemi në vullnetin e elektoratit tonë, të cilët përkundër gjitha problemeve që kemi, janë të gatshëm dhe do të ishin të gatshëm që të pranojnë një bashkëpunim të tillë për dalë nga kjo situatë në cilën jemi. Hapi radhës duhet jetë që seancën e radhës, pra të marrim shembull edhe nga shtete tjera me demokraci shumë të zhvilluar, që të hidhen që aty ka dobinë vet, ne mbeshim në qëndrimin që ta ndihmojmë, pra unë dhe Aleanca ndihmojmë qeverinë e opozitës, angazhohem për qeverinë e opozitës, ky është opsioni ynë, po jemi të hapur për konsulta. Ajo që besoj është më rëndësi është fakti se shifnë ne çdo ditë po takohemi ju, çdo ditë në ditë to. Mirë, po nuk po bisedojmë, nuk po diskutojmë për shumë zhvillime në vend. Sikur se dim, s'ka rritje të pagave kohë të gjatë, ka rritje të çmimit të energjisë.
kemi vështirësinë për prodhuesët vendor, kanë problem me çmimin e energjisë, janë akumulu shumë tema, shumë probleme në vend, edhe është e dhimbshme pra që krejta jeta jonë tani sikur se shihni është orientuar te këto diskutimet kush ka boni. Pra ne do të me u kthy në punë, edhe shpresoj që do të gjendet një zgjidhje për ngërçin kuvendit që të kalojmë matutje. Kur mund të zgjidhet ngërçi për tek zotëria Radinaj? Po, ju lutem nëse vërtet është kështu, atëherë më mirë edhe të shkojmë zgjedhje. Besoni, nuk është mirë me vanun pa kufi Kosovën. A janë diku zgjidhje? të takoj pastaj zoti Krasniqi sa ata që është i gatshëm për që të takojë. Ju tregova që unë, më falni, harrova me thonë se unë komunikoj edhe me memrin Krasniqin rregullisht, me PDK-n, me LDK-n. Me hëndajtën këtu komunikoj me gjithë, me deputet, pra pa atje mbi fena keni pa që i flasim një të gjitha partive, kur do që kanë në një kërkesh për takim, fashisht dhe për teme tani e mundësive kohorën një më parë. Zotëria Radinaj, a jeni këtu si koalicion qeverisës bashkë me zotin Limaj, apo se cili lider politik? Pasi pak më herët zoti Limaj tha që pret një ftesë që me gjatë ende nuk i ka planuar, a jeni thirrë si grup bashkë, si koalicion? Jo, besoj partitë politike veç e tajtojnë këtë situatë. A jeni për që edhe zoti Limaj të jetë pjesë e këtyre bisedimeve? Ata që iniciojnë, ata i bojnë ftesat. Faleminderit. Faleminderit me të mira, po. Miru po. Ka aplikueshme për gjitha shtetet. Pra është e aplikueshme edhe për Singaporin që në këtë rast ka nivelin 0% për gjitha shtetet që ka tregti të lirë. Planifikojmë që në diskutim të përbashkët me autoritetet amerikane pra të shojmë të gjejmë zgjidhje në mënyrë që produktet të dyja shteteve para të qarkullojnë sa më lirshëm e mundësisht pa tarifa fare. Jo, i konsumuar si proces, votimi i fshet mund të konsiderohet tek pasi tjetë konsumuar. Pra momentin kur ka votim të fshet dhe prodhon një rezultat, atëherë mund quhet si proces i konsumuar. Derisa ne nuk kemi kvorum për të votu komisionin për votim të fshet, nuk mund quhet si proces i konsumuar, është thjesht një pezullim i seancës për të pritur derisa të formohet kvorumi i nevojshëm. Uroj që të mos ketë nevojë që të përsëritet edhe shumë gjatë. Kështjeni pasa kukicën në mërë kandidatin edhe me thonë për hirë të proceseve, po dojnë me shkoru situatën, po dojnë me vazhdu që shto që të detori, po e në mërojnë për qesin në të. Tash, për të kërku lëvizja po fleksibilitet nga njëra palë, fillimisht kërkesa do duhet vinte nga pala që tregon fleksibilitet. Ne po e shohim vetë opozitën pa që nuk ka fleksibilitet, nuk ofron zgjidhje, nuk ofron mundësi. Po të lëshoheshim në atë skenarin ku ne duhet të ndryshojmë kandidatin, sepse po e kërkon opozita, vim në situatën që e përmenda pak më herët, ku edhe ne duhet, po nuk zhbllokohet pra. Sepse tani vim në situatën ku opozita propozon për nënkretar një kandidat i cili nuk është i përshtatshëm për mendimin tonë. Dhe pastaj, do më thonë, ne do të ishim bllokuesi në atë rast, apo jo? Që i bie që tash opozita o bllokuesi, sipas fjalëve tuaja. Po pra, pikërisht, këtë po e themi. Do më thonë, nëse në situatën kur ne refuzojmë ta votojmë kandidatin për nënkretar të opozitës, sepse s'na pëlqen, kemi vrejtje për atë kandidat, atëherë ne do të shiheshim si bllokuesi. Apo jo? Pikërisht pra, në rastin konkret, me qenë se opozita po e bllokon pra votimin e kandidatit që kemi propozuar ne, ata janë bllokuesi sipas edhe fjalëve tuaja. Faleminderit. Është argument shumë i vlefshëm. Atë nëse s'ka pyetje tjera, faleminderit shumë, faleminderit për argumentin edhe një herë.
Ishin këto deklarimit e zakonshme pas dështimit të çdo seance, pra konstituive, vazhdimit të seancës konstituive, në qëndrimit e njëjta partitë politike janë kthyer tek ato seancat e para vullnet ku secila pali akuzant tjetrën për bllokadën e shkaktuar në kuvend, thonë se ne jemi konstruktiv, po tentojmë të japim gjithë, por janë të tjerët që po e bllokojnë. Faktikisht seancat e kuvendit janë shndruar në një, të themi ashtu, shfaqje komedike, por jo për të qeshur. Po është pak a shumë një farë absurditeti i madh që po ndodh. E thash edhe më herët, kështu si po e administron procedurën kryesuesi i kuvendit është tërësisht administrim jo ligjor dhe arbitrar, sepse votimi i fshehtë nuk mund të filloj pa i pyetur një herë deputetët a jeni për me vazhdu votimin në mënyrë të fshehtë. E pastaj duhet fillohet me themelimin e komisioneve, nëse ka gatishmëri politike. Kur nuk ka gatishmëri të deputetëve që të vazhdojnë me votimin e fshehtë, atëherë duhet vazhdohet seanca me procedurën e rregull siç ka qenë, pra të ftohet partia apo grupi më i madh parlamentar që t'jap propozimin dhe të konsumohet votimi për kandidatin e propozuar dhe kështu të kemi një vendimarrje në kuvend nëse kalon apo nuk kalon në propozimi në fjalë. Nëse ka si thua logjike të veprimit, ne do të shkojmë në pafundësinë në çdo 4 tetor pa një zgjidhje konkrete dhe pa një rezultat konkret, dhe siç pesha edhe vetë, ku nuk ka zgjidhje politike, zgjidhjen disi duhet me gjetë edhe nëpërmjet rrugëve gjyqësore, dhe me gjas do të përfundojmë në gjykatë kushtetuese disi. Pra ka arsye se ka vullnet të subjekte për shkak që nuk pati pyetje, por është përmendur më herë pra që duhet të konsumohet edhe kjo mundësi për të parë se cila do të ishte përgjigjja e gjykatës kushtetuese nëse veç vazhdohet me seanca të tilla ku dihet epilogu i tyre, pra dështim në secilën seancë. Shikoni, nëse nuk ka vullnet politik të gjitha grupeve parlamentare, ose s'paku të 10 deputetëve të qoftë të partisë parë fituese, qoftë edhe të partive të tjera parlamentare, vjen situata kur presidentja duhet më aktivizu, sepse është garantuese e funksionimit demokratik të institucioneve dhe nuk mundet me qëndru indiferente krahasi kësaj ngjarje, krahasi kësaj bllokade që po zhvillohen në kuvendin e Kosovës. Dhe presidentja pas konsultimeve politike që mundi pas me gjitha partitë, duhet ta shohë dhe mundësinë ligjore se si ta referoj çështjen gjykat. I me ta bësh me herët edhe publikut, është të vërtetë që praktika jonë e gjykatës i ka ndërprerë të ashtu quajtura pyetje kushtetuese që janë bërë në kaluarën, pyetje hipotetike nëse është kjo apo jo përputhje me kushtetutën. Megjithatë, këtë situatë që kemi tani në kuvend është e paprecedent, pra nuk kemi pasur praktikë më hershme të kësaj lloj